Një deklaratë e fortë nga Miri gjatë një interviste të fundit ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale dhe ka rikthyer vëmendjen tek periudha e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ai ka pretenduar se gjatë kohës që kanë qenë pjesë e formatit, ka pasur afërsi të madhe me Selinin, duke theksuar se për disa javë ata kanë ndarë të njëjtin ambient gjumi. Sipas tij, lidhja mes tyre ka qenë më shumë se sa është parë nga publiku, duke lënë të kuptohet se raporti i tyre ka kaluar kufijtë e një miqësie të thjeshtë. Kjo deklaratë ka nxitur menjëherë reagime të shumta, pasi shumë ndjekës e kujtojnë dinamikën mes tyre gjatë qëndrimit në shtëpi, por pa pasur ndonjë konfirmim të tillë deri më tani. Në rrjet, komentet janë të ndara. Disa e shohin këtë si një përpjekje për vëmendje dhe rikthim në qendër të mediave, ndërsa të tjerë besojnë se mund të ketë pasur më shumë prapa skenave se sa është transmetuar. Megjithatë, shumë përdorues kanë kritikuar faktin që çështje të tilla personale po bëhen publike, duke e konsideruar këtë si shkelje të privatësisë. Nga ana tjetër, Selini ende nuk ka reaguar lidhur me këto pretendime, duke lënë hapësirë për interpretime dhe spekulime të ndryshme. Heshtja e tij vetëm sa ka rritur interesin e publikut dhe ka bërë që kjo temë të dominojë diskutimet online. Mbetet për t'u parë nëse do të ketë një reagim zyrtar nga ai apo nga persona të tjerë të përfshirë, ndërsa situata vazhdon të jetë një nga më të komentuarat e momentit.